Voqiqi po thot që s'mund të dialogosh me Kurtin, kuptojeni. Hajde ta ndëgjojna, pastaj kam do fjalë për çet pije. Dijalog sa Kurtijem, to je nepostojeći dijalog, ljudi, vi razumete? Čovjek želi rat. Taj čovjek želi rat. On želi rat po svaku cenu. On samo razmišlja kako i na koji način će novu provokaciju da proizvede. I svakoga dana to radi. I ima zaštitu. Lažu kada kažu da nema zaštitu. Peder, ose shkurt der. Edhe pse nuk mundesh me dialogu ose me pas marrëveshje me Kurtin, sepse ai nuk e shet shqiptarin. Nuk është sikur këta tjerët, që me këta tjerët me 2 euro i ke ble. Me këta s'monesh me bo, do më thonë si pazare. Sepse e dën shqiptarin ma shumë se vetën e vetë. E për palidhje, na populli shqiptar, do më thonë Dardania, nuk ja ka dhonë votën që hajme na qeverit. Prandaj, kjo është arsyeja që na e kena në pushtet Albin shqiptarin, sepse ne e mbrojnë çdo pjesë shqiptarisë. Edhe e lypum na me konë kryeministër i keq shqiptarisë. E dasht zoti sa ma shpejt bahëm bashk me nënën Shqipëri. E mallkut qoft ai që mendon sikur Voqiqi mos më na po bashk Kosovën e Shqipëri. Ne rujt zoti Albin shqiptarin.